Vllaznia ka mposhtur Egnatian me rezultatin 1-0 në stadiumin Loro Boriçi. Goli vetëm i takimit u shënua nga Kallaku në minutën e 28, duke u dhuruar emocione të jashtëzakonshme tifozëve në stadium. Pas kësaj fitore, trajneri i vllaznisë Edi Martini tha se të rëndësishme janë 3 pikët, por edhe rikthimi i lojtarëve të dëmtuar. E vështirë. Po tjetër që e meritum dhe në pjesën e dytë ishim pak më të kthjellët, mund të shënoshim edhe golin e dytë, pavarësisht se i lëmë Egnatias çarkullimin e topit. U rujt në mjaft mirë në fazën mbrojtëse, nuk na rrezikunin përveç disa gjujtjeve nga larg, ishim e djem vujtën, por disiplinën në fund e kishin maksimum kjo gjë që më gëzon dhe natyrisht një ndeshje e tillë me kryesuesen. Gjithmonë të rëndësishme janë 3 pikë këta ndeshje, nuk është se duhet mu luajt shumë, duhet mu fitu, sepse janë të rëndësishme pikë. Mu më gëzon fakti që lojtarët e dëmtuar po kthehen. Normalisht nuk janë në gjendjen e tyre që duhen me kanë, por derisa s'kan dhimbje, kanë bërë stërvitje me grupin, kjo është ajo që më gëzon. Thash që janë të rëndësishme pikë, sepse forma e tyre do rritet nga dita në ditë, por ndeshjet janë shumë shpejt dhe duhet kemi shumë kujdes me ngarkesat, sepse thash vijnë nga dëmtimet, po marrin gjendje, nuk duhet i sforcojmë të i fusim para kohët në lojë, sepse më dëmton shumë. Ndërkohë pas humbjes me vllaznin, trajneri Egnatias Edlir Tetova tha se kishte mungesa të mëdha ndaj kuqebluve, por sipas tij në këtë ndeshje ndikoi edhe arbitrimi. Po sigurisht për te mungesave, se sot realisht kishim 5 mungesa. Sigurisht që ndikojnë ekip, por megjithatë për çfarë dhanë çunat në fushë, jam i kënaqur, sigurisht që kishim lojtarë jashtë pozicionit, sepse ishim të detyruar për hir të mungesave. Por megjithatë duhet të theksoj pak pjesën e arbitrimit, mendoj që pjesën e parë ndërhyrja që ndërmbrojtësit që nuk merret fare me topin është penallti në favor të Egnatias dhe pastaj marrja vendimit për anullimin e golit, pastaj nuk e di, jam pa fjalë. Mendoj që rezultati më i drejtë do të ishte barazimi. Sipas asaj si shkoi loja. Rastet ishin sigurisht me pikatore për të dyja, por megjithatë duhet i thurë elozhe portierit të vllaznisë me ato 2 pritjet në fund. Lojtari i ndeshjes u shpall Sherif Kallaku, i cili ishte ai që shënoi edhe golin e fitores për vllaznin ndaj Egnatias, teksa në fjalën e tij u shpreh shumë i lumtur për këto 3 pikësh. Pavarësisht golit, jam i lumtur për 3 pikën edhe për gjithë situatën që kena kalu, sepse them drejtën në fazën e dytë kemi pas një vështirësi dëmtimesh që jo gjithkusht na ka kuptuar. Dhe jam shumë i lumtur që jemi rikthyer te fitore dhe mendoj që na shërben për të pas një vazhdimsi më të mirë edhe për këtë vit. Po normalisht kundërshtar direkt, kundërshtar vështirë, edhe ato kanë zhvilluar një ndeshje të mirë. Dhe më shumë, siç thash, jam i lumtur vetëm për 3 pikët, pastaj analizën e merituar apo jo nuk duhet i shumë kësaj pjese. Pas shumë kohësh, vllaznia rikthehet me një lojë të bukur dhe rezultat të merituar, duke treguar se ka kapacitetet e duhura për titullin kampion.